dhe jemi duke fol për pejgamberin e Allahut xhelal Salihun alayhi salatu wassalam dhe popullin e tij Themud. Në mësimet e kalume i paraqitën para jush ajetet nga surja Al-A'raf, të cilët ajete ishin 7 dhe flitnin për ndodhin disa sekuenca, disa momente nga ballafaqimi i Salihut alayhi salam me popullin e tij Themud, që sot kalojmë te grumbulli i dytë i ajeteve që flasin për Salihun alayhi salam dhe popullin e tij, po në këtë rast nga surja Hud. Edhe këtu i kemi 8 ajete, nga ajeti 61 dhe në ajetin 68. Domthonë edhe ajeti 61 përfshi dhe në ajetin 68 jam rrafsh 8 ajete kuranore, të cilat flasin për Salihun alayhi salam dhe normalisht edhe këto ajete përsërisin tema, por edhe ka detaje të reja. E na do i lexojmë këto ajete kuranore dhe kuptojmë përkthimin e tyre dhe pastaj do shohim pikat për të cilat flasin këto ajete kuranore. Allahu Dhu Xhelal në surën Hud, ajeti 61 thotë kështu: Wa ila Thamud akhahum Saliha qala ya qaumi ubudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Dhe populli Themud ja dërguam vllavin e tyre, Salihun, birin e tyre, njërin prej tyre, Salihun, i cili tha: O populli, adhuroni Allahun, nuk keni hyni që meriton adhurim tjetër veç Allahut. Ai juve ju krijoi nga toka dhe ju bëri më këmbës sundues të saj, kërkoni falje te Zoti dhe pendohuni tek ai, se me të vërtet Zoti jem është afër dhe i përgjigjet lutjeve të njerëzve. Shif në ky ajet ka elemente që ja vlen mu ndalë në to për me e sharu dhe për me nxjerr disa pjesë interesante prej tij dhe ajeteve tjera që do i sharojmë në vijim. Ajeti 2 tha: Qala ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. O Salih, ti ishe njeri që na kishim shpresë tek ti. Do bosh i pari jon, sundimtari jon, udhëhesi jon, lideri jon. Para se me fillu ti me na thirr neve në besim në Zotin një. A ne ndalon neve të adhurojmë atë që adhuronin prindërit tanë? Me këtë që bëra, shtine dyshimin tek ne në lidhje me këtë thirrje tonë dhe tani na hutove. Edhe fillum me dyshu se ti këtë ke që ke bo deri tash, prej diturisë që ke pas, autoritetit që ke fitu, ka qenë me prapavi. Ajeti 63 i përgjigjet Salihu dhe u thot: Qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi in asaytuhu fama tazidunani ghayra takhsir. O popull jam, nëse unë kam argumente nga Zoti jam, e Allah unë ka dhënë prej tij mëshirën, pejgamberin, nëse unë e kundërshtoj atë, kush më ndihmon mu ka shiti? Bisedë shumë e logjikshme. Hajde, ju po thoni lënë këtë punë, tamam po e lo. Mi po që ai Zot që mu më ka dhënë argumente, më ka dhënë pejgamberin, nëse unë e tradhtoj këtë amanet, kush ka më ndihmu ka shiti? Ajo. Ju s'muni me mbrojt vetveten ka shi Zotit, e si ka mundësi me mbrojt mu?
Andaj, kjo kërkesë e juve vetë se e shton humbjen time, nuk mund me fitu kur gjopë e saj. 64 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. O popull, kjo është deva e Zotit që Allahu Dhu Gjelal e krijoi në mënyrë të veçantë argument për ju. Lëreni le të hanë tokën e Zotit dhe mos e prekni me të keqe. Përndryshe ju kap dënimi i afërt i Allahut. 65 فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ata e mbytën devën e i tha Salihu atyre, kënaquni shtëpiat e juaja 3 ditë, e premtimi i Allahut Dhu Gjelal është i vërtet, nuk përgënjeshtrohet, ka me ndodh realisht. 66 فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Kur erdhi vendimi ynë, shkatrimi i tyre, ne e shpëtuam Salihun dhe ata që kishin besuar me te, me mshirën ton, nga poshtërimi i asaj dite, me të vërtet Zoti jot është i fuqishëm dhe krenar. 67 وأخذ الذين ظلموا الصيحة وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Atyre zullëmqarëve u erdh britma, zhurma, e ata u gjënjëzuan në shtëpitë e tyre apo u shtin për tokë, siç e kemi sqaruar në mësimin e kaluar. Edhe ajeti i fundit, ajeti 68, ka'an lam yaghnaw fiha, sikur se mos me pas fitu kur gjon deri tash ata. U bën shkrum me hik, u shkatrun. Këtë ajo karriera e tyre, këtë ai investim, këtë ajo punë, ai angazhim shkoi huç. Ala inna Thamuda kafaru rabbahum, sepse Thamudi e mohuan Zotin e tyre. Ala bu'dan li Thamud, larg qofshin populli Thamud, ose mallkuar qofshin populli Thamud. Pa këto janë 8 ajetet që Allahu Dhu Gjelal edhe këtu bjerë sekvencat të cilat janë përdorur në surën Araf, po ka edhe disa detaje të reja të cilat do thot e plotësojnë nga pak mozaikun e këtij rrëfimi kuranor mbi këtë pejgamber të Allahu Dhu Gjelal. E tani kthehemi përsëri ajeteve një nga një që të nxjerrim diçka prej mësimeve dhe porosive nga këto ajete kuranore. Populli Thamud, vendbanimi i cili është edhe sot e kësaj dite në Al Ula në Arabinë Saudite. Pa të regova fotografit, vendbanim aktual, ku s'ka njerëz, por është ta shkon e fundit atrakcion turistik. Shkojnë njerëzit për ta pa. E besimtarët musliman, nëse konstatohet historikisht dhe geografikisht se në një vend ka pas dënim, Allahu i Madhëshëm e ka dënuar një popull që ka jetuar në atë vend, a duhet me shku me vizitu apo nuk ban me shku me vizitu? Ulemat kanë thonë, duke mbështet në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ban me shku në ato vende ku Allahu i Madhëshëm e ka dënuar një popull, sepse është vend i ndëshkimit, i dënimit dhe hidhrimit Zotit. Nëse eventualisht i bie rruga andej, atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qani apo s'pa ku mendoni për të qa. Pse? Se sikur se shohim këtë tregim, Allahu i Madhëshëm u ka dhënë fuqi, u ka dhënë pushtet, u ka dhënë pasuri, u ka dhënë teknologji, u ka dhënë zhvillim, e ata e haruan Allahun. Po të ishte veç kaq, ndoshta do të zgjatke jeta e tyre, por ata vazhduan edhe më tutje. Jo vetëm e mohuan Allahun,
po edhe e kundërshtuan atë. I dolën karshi. Kush? Ki grumbull i njerëzve edhe miliarda me qenë. Ato janë pak karshi Allahu dhu xhelal. Ki grumbull i vogël i njerëzve i dolën karshi Allahu dhu xhelal të mashtruar me numrin e madh të banorëve të vendit të tyre. Thash edhe miliarda me qenë, janë pak. Dhe të mashtruar me pushtetin që kishin, dhe të mashtruar me armatimin që kishin, dhe të mashtruar me teknologjinë që kishin, dhe të mashtruar me mashtrimet e sofistikume që i bëjnë sot në botë, atëherë dhe sot. Shifni vëllezër, këto janë komponente që janë mashtrojnë njëri. Shkenca, nëse nuk mësohet në emrin e Zotit, bëhet mashtrim për njeriu. Pushteti, nëse nuk fitohet në emrin e Zotit dhe në shërbim të njerëzimit, e mashtron njeriu. Fama, e cila nëse nuk përdoret për të përhapur mira, por për të ushqyer egon e vet, bëhet mashtrim për njeriu. Çdo gjë për të mirave të Zotit, nëse si shfrytëzon ashtu si çdon Zoti, dhe për atë që i ka dhënë Zoti, ato fillimisht e mashtrojnë vetë atë njeri, pastaj bëhen shkak për shkatrimin e tij me ato që ai vetë i ka prodhuar. Kjo ka ndodhur me popullin Themud para 1000 viteve, ndodh edhe sot me gjithë fuqitë e mëdha në botë, të cilat i përdorin këto dhunti të Zotit për ta mohu Zotin, për ta kundërshtuar atë, edhe treta që është edhe më e madhe, për ta sfiduar atë. Njeri me men krye që themi na, du të me konë goxha budal, me lip dy luftim me Allahun dhu xhelal. Shife, njerëz dhe si njerëz, edhe ato që merren me sport, as njerëz nuk ndodh, cilin do sport me qenë, ndesh karate, ndesh boks, ndesh judo, ndesh do sportet që kanë dy luftim. As njerëz nuk ndodh një njeri me pesh 40 kg, më u përballë në dy luftim me një njeri me pesh 120 kg. As njerëz ndodh. Megjithëse edhe ai njeri, mund me qenë edhe me mosha e përafërt, edhe koha e ushtimeve e përafërt. Ama sipas rregullave të sportit sot, e kanë bërë që dy luftimi të jetë për njerëzve të moshës së njëjtë edhe peshës së njëjtë, që qënë kategori. Edhe i dajnë në kategori, edhe zakonisht dy luftimi bëhet në të njëjtën kategori, për qenë rezultati edhe për qenë gjykimi i drejtë edhe i saktë. Përveç në këtë sportet e reja tani, që janë freestyle që quhen, domethënë pa kufizime, aty po. Po aty edhe aty domethënë njerëzit e menojnë dy gjëra. E menojnë fitoren, edhe për ta kur e menon fitoren e shef dy luftimin me një njeri të përafërt me të në pesh edhe në aftësi, ose përfitimin material. Edhe do thot ajo që quhet domethënë atrakcion. Edhe hin ka fazë për të luftu, edhe pse e din se ka me up luftën, po thjesht i merr do pare, e bën një atrakcion, njerëzit e shohin, gëzohet kush gëzohet, mërzit kush mërzit, edhe ka përcen. Ama do thot njerëzit në dunjo mendojnë 2-3 herë me ka dalin dy luftim. E para me do ka çka i njeriut me men krye, ja merr mendja ati me e sfidu Allahun dhu xhelal. Edhe me dal kashim madhnisë të tij subhanahu wa taala. Te na besimtarët kjo punë është e kryme. S'ka mundësi asnjëherë, kurrën e kurrës, ky njeri që sfidon Rabbul Aleminin me mbet i pandëshkuar se fitore ja se s'ka. Sigurisht s'ka fitore, po s'ka mundësi me mbet edhe i pandëshkuar. Andaj besimi islami është në nështrim, është adhurim, është respekt, është ndëgjim kërshi Allahu dhu xhelal. Na i nështrojmë me Allahut, e besojmë atë, e duam atë, dhe për ulemi kërshiti, sepse e dimi që na s'kena mundësi, s'kena fuqi, as njëre mi dalë kërshim madhnisë të ti subhanahu wa taala. Njerëzit në historinë njerëzimit shpesh herë
e kanë sfidu Allahun. E pam na edhe të populli Nuhit a.s., edhe të populli Hudit a.s., tani po e shohim edhe të populli Themut. Dëshirën për ta sfiduar Zotin. E kjo është ajo që thënë të na shqiptarët me tipi sorament. Dhe ala pa u pjek ti me hup pjekurin. Ala pa u pjek truni jot, e mi pa gjarat sakt, me gabime që ti i bën me tipi sorament. Edhe mi dhon vetes atë si fuqi, të cilën nuk e ka asnjë njeri, edhe s'mund ta ketë. E pra shkak, Allahu Dhu Gjelal dhe thot, qon pejgambert e tij me atë rregë vërejtën njerëzve që mos t'i japin vetes këtij lloj vetie dhe cilësi e të bëhen kaq mendje mëdhej e ta sfidojnë Allahun Dhu Gjelal. Andaj e përmendi Allahu subhanahu wa taala popullin Salih dhe vendbanimin e tij Themud, që edhe sot e kësaj dite është vendbanim i cili shërben për ta marrë mësimin, se këtu ishin këta njerëz, e sfiduan Allahun, Allahu i ndeshkoi, mbetën shtëpiat e tyre, ama ata u shkatrun. Dhe se të gjithë popujt nisë njerëzimit, që do bëjnë si ata, do i gjojnë e njëjta gjë. Do ndodh me ta e njëjta që ka ndodhur me këtë popull. Andaj kjo është një çështje që na duhet ta kemi parasysh kur lexojmë këtë ajet, edhe te populli Themud e patëm njërin prej tyre, vllaun e tyre Salihun, i cili u tha. Që kjo është, zakonisht edhe këtë pjesë e kemi fol edhe më herët kur na fol për Nuhin alayhis salam, Allahu i madhëshëm pejgambert i çon nga vetë populli. Edhe na hoxhallarët, edhe na besimtarët, edhe na thirrësit, davegjit, ne që jemi në këtë vend, që jemi bit e këtij popullit, ne e kemi detyrë dhe obligim me thirrë këtë popull dhe me eftu këtë vend në besim në Allahun një. Është detyra jeme, jotja, na. Neve nuk duhet të merremi me popull tjerë, edhe kjo ndodh shpesh në rrjetet sociale. E shef një njeri në Shkup, e mon ngalen e Afganistanit. Jetën në Shkup, apo në Prishtinë, apo në Tiranë, e mon ngalen e Saudisë. Jetën në Shkup, apo në Prishtinë, apo në Tiranë, e mon ngalen e Egjiptit. Nëse sa për kuriozitet dhe informat, s'ka problem, ama mos e ngarko veten me ato muhabete, sepse ti atje s'mundesh me bë shumë. Këto është vendi jonë. Ky është populli jonë dhe na kena obligim dhe përgjegjësi me punu me vendin dhe popullin tonë. Sepse na e njohim këtë popull, na e dim këtë vend, edhe na i kemi borx këtij popullit dhe këtij vendit. Para se gjithashtu që kemi borx Allahu Dhu Gjelal, që ne ka dhënë tana këto të mira dhe na e kemi borx pastaj mi përcjell të mesazhet e Zotit te populli jon, ashtu siç çdo pejgamber e ka ftuar popullin e vet në besim në Allahun Dhu Gjelal. Pjesa e dytë, qale ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru, o popull, adhuroni Allahun. Se ju nuk keni hyni që meriton adhurim tjetër veç tij. Ka dush t'i adhuroje, ama ato janë adhurimet kota. Ato janë zotrat kot, nuk kanë merit e as fuqi me qenë zotrat vërtet. Veç Allahu është ai i cili e meriton adhurimin, i meriton lutjet tona, i meriton përkushtimin tonë, nënshtrimin tonë e kështu me radhë. Andaj, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, edhe ky ajet përsëritet në Kur'an shumë herë. Pse? Se çdo shkencë i ka premisat bazë, që ato nuk ndryshojnë. Edhe ti deshte apo nuk deshte, duhesh me i mësua ato dhe me i përsërit. Kimia i ka tabelen elementeve kimike, fizike i ka rregullat e veta, matematike i ka rregullat e veta, çdo shkencë i ka rregullat e veta që ato vazhdimisht në çdo mësim, në çdo
semestër, gjysmë vjetori në çdo klasë, në çdo vit përsëritën. Edhe feja islame i ka shtyllat e veta, premisat e veta që ato përsëriten me çdo pejgamber. Edhe ajo është esenca e fesë. Dhe kjo është baza e fesë, adhurimi Allahut një. Dhe flakja, braktisja, shmangja, refuzimi, kundërshtimi i çdo gjëje që adhurohet veç Allahut Dhul Xhelal. Çdo gjë që adhurohet veç Allahut Dhul Xhelal pa merit, ato janë zotra, idhuj qofshin, statuja qofshin, dëshira qofshin, mendime qofshin, ligje qofshin, bot kuptime filozofike, shka do që janë, adete, zakone, këtë ato janë zotra që adhurohen veç Allahut Dhul Xhelal. Se vetëm Allahu i vetmi, i cili është një dhe i vetëm, meriton adhurimin tonë. Krejt gjëra tjera që u japin kësi lloj pozite të Zotit Dhul Xhelal, ato janë idhuj që nëse adhurohen, atë i bëhet shirk Allahu Dhul Xhelal dhe njeriu del prej fesë. Andaj Allahu Dhul Xhelal ka tha: "Wa man yakfur bit-taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa la infisama laha." Kush e kundërshton tagutin, a tagut është çdo gjë që adhurohet veç Allahut Dhul Xhelal, pa merit, pa të drejtë. Wa yu'min billah, dhe beson Allahun Dhul Xhelal, ai është ka për litarin e fuqishëm i cili nuk kputet, është litari i besimit, litari i Islamit. Andaj kjo parull përsëritet të gjithë pejgamberët, edhe sot është bazike në Islam, kuptimin e ka atë që na e themi la ilaha illallah. Nuk ka Zot që meriton adhurim veç Allahu Dhul Xhelal. La ilaha, s'ka asnjë Zot që meriton adhurim illa Allah, përveç Allahu Dhul Xhelal. Vetëm Allahu i meriton të gjitha adhurimet tona dhe krejt e zotra të tjerë. Nëse dikush jep adhurim, ai nuk i meriton ato. Edhe nuk ka të drejtë të adhurohet. Edhe nga kjo e kuptojmë sa është bestytnia e madhe adhurimi i idhujve. Qofshin të gdhendur nga guri apo nga druri. Adhurimi i yjeve, i hanës, i diellit. Adhurimi i njeriut, adhurimi i vareve, i tyrbeve. Adhurimi i ligjeve, i zakoneve, traditave që janë jashta asaj që ne ka dhënë Allahu Dhul Xhelal. Andaj Allahu tha në Kur'an: "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." A qeverisja e xhahilisë kërkojnë ata? Nuk ka qeverisje më të mirë se qeverisja e Allahut për ata që janë të bindur. Andaj jo vetëm në aspektin botë kuptimor, por në aspektin praktik, adhurimi i Allahut kërkon prej neve të nështohemi udhëzimeve të tija, urdhave dhe ndalesave të tija. Atëre ka kuptim adhurimi i besimtarit është i plot, përndryshe nëse ti shkon në xhami, edhe e përkul ballin tan, edhe përkul ballin tan, edhe korizin tan, edhe shtrihesh për toke për tregu adhurim ndaj Allahut Dhul Xhelal, që është vepër e madhe dhe e rëndësishme. Ama jashtë xhamis ti refuzon ti nështrohesh urnave dhe ndalesave të Zotit, atëherë ai refuzim ta shem krejt këtë adhurim. Se ose nuk e ke kuptuar si duhet adhurimin, ose nuk e ke bën si duhet adhurimin. Se ke kuptuar mangët, se ke menduar se veç mi bosesh dhe Allahu Dhul Xhelal mjafton, e masane kur vjen vendimi i Allahut edhe vendimi jot, apo i filon dhe për fistekut, mi dhon përparësi vendimit të njerëzve para vendimit të Allahut Dhul Xhelal. Atëherë mo kjo ta shem atë besim, atë iman të parë. Andaj tham, kjo ndodh ose pse nuk e ke kuptuar gjithë përfshishmërinë e adhurimit, do që e përfshin edhe për uljen tonë në ruku e në sejdë, po edhe në shtrimin ka shi ligjit Zotit, ose kur e ke bë adhurimin e parë, s'ja ke dhënë hakun dhe ai nuk të ka dhënë ti fuqi, që në moment kur ballafaqohesh me një vendim Zotit dhe një vendim të njeriut, mi dhënë përparësi vendimi i Zotit para vendimit të njeriut. Adhurimi jot ka qenë si përfaqësor, s'ka qenë cilësor. Edhe andaj, si situata delshesh e vërteta e imanit tanë, e vërteta e besimit tanë, tha Allahu Dhul Xhelal,
fela wa rabbika la yu'minun. Pasha Zotin tan. Allahu betohet edhe i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasha Zotin tan, vetveten. Fela wa rabbika la yu'minun. Nuk janë besimtar. Kush? Ata njerëz që janë përreth teje. Hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, derisa nuk të marrin ty si gjykatës në mosmarrveshje që kanë mes vete. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Jo vetëm kaq. Po pastaj kur ti ke me gjyku për një gjë, ata të mos ndin neveri, refuzim, kundërshtim të vendimit tan, po të jenë të kënaqur me vendimin tan. Ani se është vendim ndamin tan kundër teje, nëse ka vendos Allahu Dhul Xhelal apo ka vendos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai vendim duhet me qenë ti i kënaqur me të. Është kusht i besimit. Pas e tha, wa yusallimu teslima, dhe ti dorëzohen tërësisht zbatimit të këtij vendimi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu teslima. Ajet kuranor që e shoshit imanin ton, ibadetin ton, ubudijetin ton, sa na realisht jemi robër të Allahut Dhul Xhelal. Edhe andaj, ky ajet përsërit me gjithë pejgamberët, sepse është shtylla e Islamit. Shtylla e fesë që Allahu Dhul Xhelal me të i ka dërguar gjithë pejgamberët e Allahut tek njerëzit dhe popujt e tyre. Edhe kjo nuk dyshon. Edhe ka u përsëri të pejgamberët e arshëm. Edhe ajo që tash na mas këtij pohimi dhe vërtetimi duhet me kuptu një mesazh. Unë edhe ti ka duhet me nis davetin. Pikto. Pika ka nis pejgamberët e Allahut. Bën si kanë bë ata. Thirr si kanë thirr ata. Thirrja jote ka me pas bereqet, edhe ka me pas normalisht ndikim. Sepse ata janë modeli jon, ata janë yrneku jon. Na ata i kemi për ti pasu. Ta Allahu Dhul Xhelal, ulaike alladhina hadahumullah. Ata pejgamberët e Allahut janë burra që Allah i udhëzoi. Wa bihudahum muqtadih, e udhëzimin e tyre ndiqe. Rruga është e trasume. S'kemi nevojë na me zbulu rrugë të re. Rruga është e trasume, është e shkelt. Është bë rruga. Ti veç duhesh me e gjetë rrugën edhe me ecë në atë rrugë. Edhe ajo rrugë ka me çu atë ku i ka çu pejgamberi të Allahut. Tek kënaqësia e Allahut Dhul Xhelal. Edhe për atë shkak do thotë kjo është metodologjia e qartë që kanë përdorur gjithë pejgamberët e Allahut, edhe na duhet me vazhdu atë metodologji me përdorur në jetën tonë. Pastaj filloi Allahu i Madhëshëm me përdor një argument logjik për këta njerëz. Atëherë po edhe për neve sot. Hu anshaakum min al-ardi wasta'marakum fiha. Allahu juve prej dheu ju krijoi, edhe sundimtar të tokës ju bëri. Prej toke ju krijoi dhe sundimtar të tokës ju bëri. Argument i thjesht logjik. Ti nuk meriton me pas pushtet mbi tokë, sepse ti dhe toka janë njëjtë. Për me kuptu ma mirë këtë rregull, maherët u përdor ke shpesh, ta shkon e fundit nuk përdoret, po është fjalë që përdoret në për libra, në për analiza, normalisht pak me humor, se familjet mbretërore nuk kanë gjak të kuq si na, po kanë gjak të kaltër. Në kuptimin që ata duhet me pas diçka më shumë se na për me qenë mbretër. Edhe është një rregull që njerëzit e kanë prodhuar, se s'mundesh me shpall veten mbret nëse nuk ke lidhje me një mbretëri të mëhershëm. Baba me kombret e trashëgon, nona me kombretnesh e trashëgon, ama as baba as non mbret së mbohesh mbret. Përveç se ka ndodhur një rast, domethënë historinë e re, ku një njeri pa e pas babën e nonën mbret është shpall mbret. Pse? Me martesë. Është martu me një princesë, edhe martesa e tij me princesë e ka bërë atë mbret. Ai është kush? Mbreti shqiptar, Ahmet Zoga.
as bab, as në mret, martohet me Geraldinën, princesë austro-hungareze, edhe pastaj e shpall vetëm mret shqiptarëve. Normalisht tash vazhdon djali i tij Leka i parë dhe Leka i dytë me trashëgue epitetin e mbretit, mirë po, shifte edhe njerëzit me e llogarit vetën mbret, u deshka me pas diçka të jashtëzakonshëm për me sundue. Tash Allah i madhëshëm që thot, Allahu ti prej tokës krijoi edhe sundimin e tokës ta dha. Ti nuk dallon kur gjë prej tokës, sepse komponentet e krijimit të parë të njeriut janë elementet që janë tokë. Edhe andaj, edhe gjatë ushqimeve, edhe gjatë ilaçeve, njeriu çka merr? Atë që i mungon ose i harxhohet në trup prej elementeve të tokës që i ka. Dikujt i mungon kalciumi, dikujt i mungon magneziumi, dikujt i mungon hekuri, e kështu me radhë. Andaj ka nevojë me marrë suplemente, do të ushqime shtesë, minerale shtesë, kripra shtesë, e kështu me radhë, për me ja kompenzu trupit ato që i harxhon gjatë aktiviteteve fizike të veta. E tash Allah i madhëshëm po i thot njeriu, o njeri ti prej tokës kemi kriju, e sundimtar tokës kemi bën. Jo që ti e ke meritu, po kjo është thjesht dhurat e jemja për ty. Realisht Allah i madhëshëm me këtë ajet tregon se shef o njeri me gjithë se i dopt, edhe nuk i kur gjë shtesë mbi tokën, ne kemi bën sundimtar tokës. E me çka e bën Allah i madhëshëm njeriu sundimtar tokës? Çka i dha paraprakisht, e cila e bëri atë meritor me qenë sundimtar në tokë? Si? Tjetër? Se këta nuk ishin besimtar. Edhe sot në botë ka edhe jo besimtar që së ndojnë. Nuk është kusht. Nuk është kusht besimi me qenë sundimtar. Bile ka njerë besimi nuk është sebeb me të marrë pushtetin. Sundimi. Dija. Gjithsesi, dituria. S'ka mundësi njeriu me pas pushtet mbi tokë nëse s'ka dituri. Ignoranti s'mund me pas kur gjë. Shifni vllazni, majnë e men. Kushdo pineve që është xahil, ignorant, i pashkollum, jo tokën, ai vetën e vetë se në sundon. E në këtë prizmë, këtë matematikë, se ignoranti as vetën e vetë se në sundon, është përgjigja pse neve këta politikanë sot në sundojnë neve. Pse imi gjahila? Matematika është e thjeshtë. Pse imi shumë gjahila, jo pak. Pse imi shumë gjahila, neve këta politikanë që janë edhe ma gjahila se ne në sundojnë. Se s'mundesh me qenë i ditur, me qenë i sundum. Nisër njerëzimit, peta Ademi Arisam, e deri sot, kush din sundon, mas paku vetën e vetë. Pak ma shumë karierën e vetë, pak ma shumë pasurin e vetë, pak ma shumë familjen e vetë, pak ma shumë katunin e vetë, pak ma shumë qytetin e vetë, pak ma shumë shtetin e vetë, pak ma shumë do të ka mundësi kontinentin e vetë e shumë kontinentin me sundu. Me dituri. Me dituri. Andaj Allahu Dhu Gjelali thot njerëzve, këshife, ju pi toke ju kemi kriju dhe sundimtar tokës ju kemi ba, kur ju e morët diturin edhe me te, e tash ku del muhabeti i diturisë shesh? Po të këdhendja e shpive, në këtë popull të themudi. Edhe sot, në botë, kush sundon? I drejti edhe i miri, apo i fuqishmi? I fuqishmi. Fuqia bëhet me dije pa dije. Nëse dikush beson në magji, po, ka mundësi me shkop magjik mu bo fuqia. Mirë, po aji që e din se si janë punë botë, e din se fuqia fitohet me dituri. Me shkollim. Shkencë, teknologji, industri, zhvillim, ushtri, ekonomi, forcë. Edhe andaj, kjo është elementi që njerëzit s'po din me kuptu. Tash kur fol Allahu Dhu Gjelal kur thot huwa ansha'akum min al-ardhi wastamarakum fiha, Allahu ju krijoi pe tokës edhe ju bëri sundimtar të tokës. Shumica prej neve që lexojnë këtë ajet nuk e kuptojnë këtë fakt. Pse si snalesh me mendu, çka do të thonë kjo pe tokë na ka kriju sundimtar tokës na ka bë?
është dhunti që Allahu ta ka dhënë. Se ti se meriton me automatizëm, po ti qeli syt, e të orientoj ka dituria, e ti pastaj kuptove gjëra që si funksionon toka, edhe i shfrytëzove këtë ato dhunti që janë tokë për të shërbyer ty dhe për të shndruar ata në forcë tone. Shembull, uji. Uji ka rrjedh për ditës që ka dalë për krojit, për gurës, për burimit. Ka rrjedh. Mirë po ka rrjedh me shekuj me mija vite dhe së shborim. Së shborim. Deri sa dikush e ka zbulu, dhe më thonë se ajo fuqi e ujit, nëse e rrotullon turbinën, prodhon rrim. Ma herët e kam përdor ujin për me lëviz, do thot, kratë e veta, mullini i ujit. Edhe ai s'ka prodhur ujin me atë kohë, po ka bo lëvizin e gurit dhe ka bo blurin e grurit. Dhe thot, shifne, njerëzit kanë meditu mbi atë që Allahu ka kriju, edhe i kanë shfryzu fillimisht ato begati të hëpërhërshme që t'i jep Allahu t'gatshme, pastaj duke mendu kanë fillu me shfryzu ato tjeta dhunti me e zhvillu përfitimin për tyre, derisa sot domethënë përfitimi prej të mirave Zoti që na ka dhënë është maksimal. Maksimal. Sa që edhe atomin që ka prodhu Allahu Dhu Gjelal, kur punohet në ndarjen e atomit në proton e neutrone, edhe atë zbërthim të atomit me shëndru në çka? Në fuqi, në energji. Dhe atomi është kriju ku është kriju njeriu. Po s'kan ditë me shvizu. Dhe këtë atom, si ç'din sot njerëzit sot me shvizu. Normalisht dikush e shvizon për hajër, e dikush e shvizon për sherr. Ama këtë kjo ka ardhur nëpërmes shkencës, diturisë. Andaj Allahu Dhu Gjelal kur tha në Kur'an, fanfudhu fi aqtari as-samai, depërtoni në qiell, wala tanfudhu illa bi sultan, mirë po ju nuk mund me depërtu në qiell përveç se me fuqi. Këtë ulemat e tefsirit thanë fuqia që është përmend këtë ajet është për qëllim dituria. Se është ligji i gravitetit dhe ai pengon trupat dalin prej, do thot, pjesëve ku ka gravitet. Mirë, por nëse ti prodhon një maqinë e cila ka energji shtytëse më të madhe se tërheqja e gravitetit, e shpërthen atë tërheqje edhe ka përcen. Edhe andaj kanë thonë përpara s'ka mundësi me shku në Han, e s'ka mundësi me shku në Mars, sepse s'kan pas dituri. Dhe këti ajeti kanë thonë kuptim të mangët. E kanë thonë s'ka mundësi kërkush me e qatë qiellin. Pse se Allah ka thonë Kur'an, ju s'keni mundësi me e qatë qiellin përveç se me fuqi. Edhe kur se kanë ditë atëre ligjin e gravitetit edhe atë që e qanë gravitetin, kanë thonë s'ka mundësi. Kur erdhi dituria edhe u prodhu fuqia që e qanë dhe qiellin, që e kalon gravitetin edhe qanë qiellin, u arrit qëllimi. E u kuptu se fuqia nuk është rezultati, por është shkaku. E shkaku i fuqisë këtë rast është dituria, shkenca. Edhe andaj në botë, vëllezër, sot, shifne, muslimanët e kanë fen hak. Feja islam është feja vërtet, pa kuni farë dyshimi, këtë botë e dëshmon. Argumenti më i madh botë si islami është feja vërtet është lufta e egër që votë kundër islamit nga forcat e mëdha të botës. Pse se po të kishte kohë si ishte luftuese, kishte mbaru vetë. Ata janë të bo bashkë këtë alat shtetet më të mëdha në botë me luftu islamin. Pse ata vetë se po e mujnë. Edhe pse është e fuqishme edhe është sfiduese, ata po mundohen me mbledh forcë për me shkatru. Argument i vërtetësisë së islamit. Që kjo është? Më e fundit. Mirë, po pse nuk sundojnë muslimanë sot? Nuk sundojnë muslimanë sot sepse ata, do thot, i mungon atyre dituria edhe u mungon atyre drejtësia. Pushteteve po flas. Normalisht u mungon popujve dituria e u mungon pushteteve drejtësia,
edhe andaj umeti islam është këtë gjendje të mjerimit cilën është. Ata e kanë besimin. E ai besim u bën dobi atyre kur dalin para Allahut në ahiret. Ama në dunjë, besimi në mungesë të drejtësisë edhe diturisë nuk t'jep pushtet. E ti po, ti je më i mirë se ai që ka pushtet e s'ka besim. Edhe se ai që ka drejtësi e s'ka besim, ti je më i mirë se ai te Allahu, ama në ahiret të dunjë jo. Se kemi problem na me kuptu këto gjëra, do të më zbërthi për me kuptu. Çdo musliman, ignorant qoftë, i dob qoftë, i shtypën qoftë, pa fuqi, pa pushtet, pasen është më i mirë se çdo jo besimtar në botë. Ama ai besimtar, nëse nuk ja bashkangjet besimit vet, diturin edhe drejtsin, ai njeri s'ka mundësi me sundu në botë. As veten e vet, e jo më tjerë. Shembull, me çka ushqehemi na? Me produktet jo muslimanëve. Edhe ena, edhe landët. Nëse tash është kjo ujë, është elhamdulillah Allahut, ama zakonisht djemtëri spin ujë. Se u duket ajo që e prodhojnë firmat e mëdha të botës janë më të mira se ajo që të jep Allahu gati. Hiç pa u lodh. Edhe edhe ushqimin e kemi produkt jo muslimanëve. Dilte veshja, rrobat tona që i veshin janë produkt jo muslimanëve. Dilte librat, makinat, produkt jo muslimanëve. Dilte kamera, produkt jo muslimanëve. Syzat, produkt jo muslimanëve. Ora, produkt jo muslimanëve. Ku ta shohësh 97%, 98% gjonave që na me to shërbejmë janë muslimanë. A është kjo e lejume? Është e lejume. Nuk është e ndaluar fetarisht me përdor, do thotë produktet jo muslimanëve në situatë të rëndom po flas. Mirë po, pyetja është se si ka mundësi ti me sundu dikan, kur ti ati si jep kur një send, këtë pi ati i merë. S'mundesh me sundu. Shembull thot në botë, kush është më i fortë, një shtet që i importon apo një shtet që eksporton? Matematika thjesht e biznesit në botë është shteti që eksporton është më i fortë se shteti që importon. Edhe lufta e shteteve në zhvillim është lufta me bën një lloj barazimi, baraspeshe mes eksporteve dhe importeve. Edhe andaj sot muslimanët nuk kanë fuqinë e sundimit, se as veten e vet s'mund me sundu. As barkun e vet s'mund me sundu. E mos flasim për diçka më të madhe se kjo. Dhe kjo është keq kuptimi i Islamit. E tash normalisht na jemi edhe kundër atyre që tu i dhon përparësi shkencës, përparimit, teknologjisë, fillojnë me i nënshmu muslimanët besimtar, të devotshëm asket zahida që aq din aq punojnë. Ne themi jo, përsëri ai besimtari i pazhvilluar në cepat e botës islame që ruajnë dhën e bagëti, e s'kan shkencë e përparim, është më i mirë te Allahu se çdo jo besimtar letet alamet shkencëtari. Se këtu është gabimi që bëhet ka ndër ligjerin publik për disa xhallarëve, tu e nxit besimtarin më marr me shkencë, indirekt e nënçmon besimtarin e devotshëm i cili si ka dhënë shkencës, ama alhamdulillah besimin Allahun e ka tamam, adhurimin Allahut e ka tamam, është zemër bat, është zemër mirë, u bën mirë këtëve, ma as sa din, ma as sa mundet. Ai përsëri është më i mirë te Allahu se sa një shkencëtar, do thotë i rangut botnor, por e mohon Allahun Dhu Xhelal dhe nuk e beson ditën e ringjalljes. Andaj kjo është për ta kuptuar krahasimin. Ti kthejmë edhe njëra ajetit hu anshaakum min al-ardhi wasta'marakum fiha, Allahu ju krijoi prej tokës dhe ju bëri pushtetar në tokë, fastaghfiruhu thumma tubu ilay. Përsëri kjo është metodë që besimtari e përdor në raport me Zotin e vet vazhdimisht, ajo është vazhdimisht ati i kërkon falje dhe ta i pendohet. Se anit se ti i edhon mas dituris, mas shkencës, e ke shfryzue gjitha këto dhuntit Zotit dhe i ke zhvillu ato dhe ke arrin në nivellet larta, ti përsëri ngelesh i nevojshëm shumë bilem për Zotin dhe të mirat e tij dhe kur një herë asgjë s'mundesh me bë pa qenë Allahu dhe ndihma e tij. Se edhe truni si trun, për me punu, duhet me pas e para fuqi, e dyta inspirim. Shembull, kur ti është njeri i uritur, shumë, si punon truni, i bllokohet.
kalon në halucinacione. O nuk ka perceptim të shnosh sakt. Kjo është një, do fuqia fizike, do me pas truni për me mujtë të funksionu, ajo është me të mirat e Zotit, edhe e dyta me pas inspirim. E inspirimi e bën dallimin mes një shkencëtarit dhe tjetrit, mes një artistit dhe tjetrit. E ki pa, për shembull, më një zanat punojnë 5 veta, 10 veta. Ama njëni është rutinor, teknik. Si e ka gjetë e vazhdon. S'ka inspirim, s'ka kreativitet. Ki tjetri, ma vonë nga ka njës punës, ama i shef gjanat, procedurat, i respekton, po mundohet me mendu rreth procedurave, a ka mundësi me ndërhy për me shkurtu procedurat, ose me lecu ato, ose me prodhue diçka më interesant se ajo që është prodhue zakonisht. Edhe kjo mas e bëhet zejtar, nuk bëhet maqinerist, po bëhet zejtar. Se fillon domethënë dijen e tij që ka teknike, ja bashkangjet edhe inspirimin e tij, edhe e prodhon diçka që quhet zanat, ose ajo që quhet art. Edhe bëhet gjëja domethënë më e interesante, më e mirë. Andaj kur gjos që pit mirave që kemi për Zotit, edhe kur gjos mundemi na me bo, nëse nuk na ndihmon Allahu Dhul Xhelal, edhe nëse nuk na jep mundësi na me shfrytzuar ato të mirat që na ka dhënë Allahu Subhanahu wa Taala. Normalisht koha që kishim disponim përfundoi, na do nalemi te kjo pjesa fastaghfiruhu thumma tubu ilay, kërkoni falje te Allahu dhe pendoni te Ai, që më vazhdu pastaj me sharimin e ajete të tjera në mësimet në vijim, që pastaj të kalojmë domethënë tek mësimet dhe porositë që dalin për këtyre ajeteve të surës Hud, ajeti 61 deri në ajetin 68. Allahu ne madhëshëm e lutem na bën për atyre besimtarëve që e lexojnë Kur'anin me vëmendje dhe kuptojnë ato porositë që dalin për këtyre ajeteve kuranore.